Presidenti Bajram Begaj mbajti fjalën e tij në debatin e përgjithshëm të sesionit të 80 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në një moment të veçantë për Shqipërinë, që shënoi 70 vjetorin e anëtarësimit në OKB. Kreu i shtetit nënvizoi se ky përvjetor i Kombeve të Bashkuara është një kujtesë e vizionit për dialog e bashkëpunimi mes kombeve dhe një mundësi për t'u angazhuar më fort në mbrojtje të paqes, drejtësisë dhe solidaritetit global. Në planin rajonal, ai theksoi rolin e Shqipërisë si promotor i dialogut, fqinjësisë së mirë dhe integrimit rajonal, duke theksuar se Ballkani Perëndimor duhet të mbetet një zonë paqeje dhe zhvillimi. Ai tha se Kosova meriton vendin e saj në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Presidenti gjithashtu i kushtoi vëmendje në fjalën e tij kërkesës për respektimin e të drejtave të shqiptarëve që jetojnë në luginën e Preshevës. Ai u ndal edhe tek ato që i cilësoi arritjet e Shqipërisë për përmbushjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, energjinë e pastër, transformimin digjital, avancimin e barazisë gjinore dhe përfshirjen e të rinjve në agjendat zhvillimore të vendit. Po ashtu Begaj ndaloi tek krizat aktuale botërore duke ritheksuar mbështetjen e Shqipërisë për sovranitetin e Ukrainës dhe dënimin e agresionit rus. Begaj konfirmoi qëndrimin e Shqipërisë që lufta në Gaza duhet të përfundojë, të gjithë pengjet duhet të lirohen dhe situata humanitare duhet të trajtohet me urgjencë.